Përshëndetje miq. Sot jam mahnitur nga piktura e mjeshtrit Sefedin Stafa, sa nuk mundesha të rija pa ndarë me ju. Piktori këtë piktur e ka titulluar Simfonia e Bardh e Heshtjes së Përjetshme. Në mbretërinë e bardh, koha ka ndaluar frymarrjen. Është një heshtje që nuk vjen nga mungesa e zërit, por nga plotësia e dritës. Këtu, në hijen e gjigandëve të gurit, Dobora ka shtruar një qilim harrese mbi çdo gjurmë të së djeshmes, duke e kthyer botën në një faqe të pashkruar, të lirë, ku vetëm era guxon të përshpërisë sekretet e maleve. Më ngjan sikur po eci në atë rrugë, ku gjurmët e rrotave janë dëshmia e vetme se jeta vazhdon edhe nën peshën e acarit. Ajri është aq i ftohtë sa të prek lëkurën si thike e hollë kristali. Megjithatë syri nuk të ngopet me kaltërsinë që zbret nga majat. Ai gardi I vjetër me ato drurët e tij të shtrembëruar nga vitet dhe nga stuhit, qëndron aty si një roje besnike e kufirit mes të butës dhe të egrës, mes vatrës së ngrohtë dhe pafundësisë së akullt. Kjo nuk është thjesht Valbona e Shqipërisë. Është pasqyra e vetmisë son përballë universit. Grut e thepisur që çajnë qiellin na kujtojnë se sa të vegjël jemi, sa kalimtar në këtë teatër të madhërishëm gjeologjik. Megjithatë aty ka një paqe hyjnore. Mali nuk gjykon. Dobora nuk kërkon shpjegime. Ato thjesht janë aty. Dhe në nënqënjen e tyre, ne gjejmë atë prehjen e mendimeve tona të trazuara. Peneli këtu nuk ka lënë vetëm boj, por ka lënë atë drithërimën e një shpirti që ka dialoguar me ngricën. Kanavaca e linit është rënduar nga pesha e heshtjes, nga ajo dritë verbuse që reflektohet mbi kristale dhe që hyn thellë në retinën tënde për të mbetur aty një kujtim I pashlyeshëm. Çdo nuancë e blus është një notë në këtë simfoni të ngrirë. Është një këngë djepi për tokën që fle në një organin e dimrit. Kur dielli të perëndojë dhe hijet të zgjaten edhe më shumë, kjo pamje do mbetet e pandryshuar në sytë e kujtesës. Është një ftesë për të gjetur paqe brenda vetes. Për të kuptuar se edhe në ftohtësinë më të madhe, bukuria mbijeton stoike dhe e pathyeshme, duke pritur me padurim ardhjen e pashmangshme të pranverës. Ka peizazhe që nuk kërkojnë thjesht vëzhgim, por në nështrim përpara madhështisë së natyrës. Valbona në dimër është një katedrale e hapur, ku kolonat janë shkëmbin graniti, ku kupola është qielli I kristalt I Alpeve shqiptare.
Në këtë vepër monumentale, Sefedin Stafa nuk ka pikturuar thjesht një lugim të mbuluar nga dëbora, por ka dokumentuar heshtjen solemne që mbretëron atje lart. Atje lart ku ajri është aq i rrallë dhe i pastër sa duket sikur gdhen mushkrit. Nga ana teknike, kjo vepër përfaqëson një sfidë të jashtëzakonshme fizike dhe artistike. E punuar në temperaturë -8 gradë Celsius, boja e vajit reagon ndryshe në penel. Ajo trashet, bëhet më rezistente. Duke kërkuar një dorë të fortë, duke kërkuar një dorë vendimtare dhe të shpejtë. Vini repin e latat në rrugën e mbuluar me dëbor. Në plan të para ato janë të ngjeshura, janë plot lëndë, duke krijuar një teksturë pothuajse skulpturore që imiton atë peshën e dëborës së shkelur. Hija e gardhit që zgjatet mbi rrugë tregon atë mjeshtërinë në trajtimin e dritës, duke kapur atë momentin e saktë të mesditës dimrore, kur dielli është i fortë, por nuk ngro. Paleta kromatike është një studim i rafinuar i së bardhës dhe blus. Shumë piktor bie në grackën e të pikturuarit të dëborës, thjesht të bardhë. Por zoti Stafa me syrin e stërvitur ndër dekada, sheh nuancat e pafundme që fshihen aty. Po ta vësh re, hijet nuk janë gri, por një blu e purpurt, reflektim i qiellit mbi kristalet e akullit. Kontrasti midis ngjyrave të ftohta të terrenit dhe toneve të ngrohta të okerit dhe kafes tek gardi i vjetër prej druri dhe tek çatit e shtëpive, krijon aty një ekuilibër vizual që e bën peizazhin të duket i jetueshëm, pavarësisht egërsisë së klimës. Ky nuk është thjesht një peizazh i imagjinuar në studio, por është një dëshmi e përballjes direkte të artistit me elementet e natyrës. Fakti që vepra është realizuar në kushte ekstreme tregon atë përkushtimin gati asketik të zotit Stafa ndaj pikturës en plein air. Ai ka qëndruar aty në mes të ngricës për të kapur shpirtin e vendit, atë ndjesi që fotografia kurrë nuk mund ta transmetoj plotësisht. Çdo penelat e tij mban në vetvete kujtesën e atij të ftohti, atë drithërimën e dëborës dhe urgjencën për të kapur dritën para se dielli të fshihet pas maleve të larta. U frymëzova kaq shumë nga kjo pikturë, saqë ishte pamundur mos ta ndaja me ju. Prandaj dhe e incizova që dhe ju ta shikonit dhe të ndjenit atë ndjesin që unë ndjeva. Ju falenderoj shumë që më ndiqni. Do kemi edhe të tjera si këto më pas. Mirupafshim.